si njëri tjetrin edhe solidaritetin ose mbështetjen e kanë pas si të njëjtë. Tash në kohën moderne është një solidaritet organik, ku ndërvaremi përmes punës edhe përmes anës profesionale tonës edhe i ndihmojmë njëri tjetrin. Nuk do të thonë vetëm me para, po edhe me aspektin profesional dhe shoqëror. Madje në kohën moderne ekziston edhe solidariteti digital, ku njerëzit bëjnë fushata, e mbështesin njëri tjetrin, postime, jo bëjnë postime, si private, si profesionale, po edhe fushata globale, kështu që edhe në aspektin digital ka një ndihmës të madhe, ose jemi shumë solidar, edhe si individ, edhe si shoqëri, edhe si gazetar, edhe si media, edhe si politikan, nxënës, prindër të gjithë. Kështu që nuk ka humbur solidariteti, përkundrazi është rritur, është shumë i përhapur. Okej, faleminderit shumë për fillim. Edhe besoj shumë në individin, sepse fal individit, shpikjeve të ti, kreativitetit të ti, njohurive dhe mençurive të ti, ne jemi këtu ku jemi secili, sepse fal lirisë që ata si individ, secili që e ka si individ, e ka pavarësinë financiare, e ka pavarësinë personale, gjithashtu e ka kreativitetin, edhe me shpikjet e secilit individ, arritjet të tyre, ne jemi këtu ku jemi. Prandaj unë besoj shumë edhe në individualitetin, edhe solidariteti se si është tash pra në aspektin modern, shtrirjen që e ka, edhe mbështetjen që e kemi secili në një format tjetër, sepse ka ndryshuar formati si jemi solidar. Faleminderit shumë, e are për fillim. Profesor Çollaku, bashkëjetojnë individualizmi dhe solidariteti, apo janë të kundërta si koncepte kështu? Para se të përgjigjem këtë pyetje, do të shpreh kënaqësinë time që jam këtu te ju në këtë emision tuaj në Resul. E din dhe besoj një pjesë e publikut din që në paraqitjet e mia televizive janë kryesisht dhe ekskluzivisht tema trona, tema sigurisë. Kur shkojmë aty tensionuar situata për shkallëzuar dhe pret publiku dhe moderatori se çka do të thënë, bile shpesh në ngutën moderatori me prit ato që hajde dëshon ta dëgjoj me thon unë. Ja na këtu e nisëm relaks me muzikë, ma. Është e para. E dyta që është shumë e rëndësishme, jam i privilegjuar se jam i rrethuar me disa zonja të respektuara dhe një mjedis shumë social. Faleminderit shumë prof. Njeriu është qenie sociale, para se gjithashtu është qenie sociale afiliative. Nëse kthehemi pak në retrospektivë me që vinë cilësinë e profesorit lëndëve shoqërore, veçanërisht e veçanti ato të specializuara nga fusha e luftimit krimit dhe sigurisë, por tani do të mbeten në pozitën e sociologut. Njeriu është qenie shoqërore, qenie afiliative dhe grupocentrike. Njeriu s'mund të jetojë gjatë i vetmuar. Shumë eksperimente kanë dëshmuar. Thotë që eksperimentet nuk bëhen me njerëz, por megjithatë, hulumtimet që janë bërë disa eksperimente tregojnë se njeriu ka nevojë për rrethin shoqëror dhe nuk mund të jetojë jashtë rrethit shoqëror. Në këtë ndërveprimin social, për psikologët, më fali. Megjithatë, të bashkë bisedojmë. Ndërveprimi social njeriu merr dhe jep, krijon marrëdhënie, marr dhe jap. Marrëdhënie shoqërore, marrëdhënie çfarë do të qofshin ato që i dim modalitetet e marrëdhënieve dhe në esencë ai korespondon dhe lidhet ngushtë me mjedisin. Prandaj në këtë relacion dhe kontribon në mjedisin për arsye se gjatë atij kontributi merr respektin, merr nderimin, merr sot në gjuhën e sot çmimet ndryshme e kështu me radhë që njeriu ka nevojë sepse motivi vetë afirmimit është një ndër motivet që shtyn aktivitet njeriu. Prandaj kohezioni social, nëse shqihet nga ky këndvështrim antropologjik, është i pashmangshëm kohezioni social, kuptimi që nuk mund të tërhysohet, por mund të modifikohet dhe modelohet dhe sisoj nëse referohemi literaturës pak edhe disa mendimtarëve ekskluzivisht që kanë folur për kohezionin social, ndërata është Emil Durkheim, një sociolog i famshëm francez, ai thotë se kohesioni social është karakteristike shoqërive primitive, me zhvillimin e shërbimeve publike, me zhvillimin dhe civilizimin e lartë, me shërbimin drejt individualizmit. Dhe thotë bjen kohezioni social, nuk zhduket. Po bjen në kuptimin e intensitetit, sepse atë kohezion social si mekanizëm i domosdoshëm mbijetesës në fatkeqësi natyrore, në gjendje lufte dhe gjendje